Marrëveshja ishte të ndreqë rrugën, jo ta bëhe me keq. Tani pastroj edhe një herë. Filloj nga e para. Hej, shiko gjysh, unë s'jam buldozer, jam një makinë garash. Oho, e vërtet është. Atëherë pse nuk bën një garë të vogël, ti dhe unë? Çfarë? Ti dhe unë? Shaka është kjo? Nëse fiton, ti shkon dhe rrugën e ndrequn. Nëse fitoj unë, ti do e bësh rrugën si themun. Dok, çfarë po thua kështu? Nuk dua të tregojmë i ashpër, Dok. Po ti merr shpejtësi nga 0 në 60 për sa? 3.5 vite? Atëherë besoj se nuk ke asgjë për të shqetësuar. E di çfarë o i dal mode, ide më të mirë se kjo nuk ka. Le të garojmë bashkë. Zotrinj, gara do të ketë vetëm një gjiro. Do të garoni për tek Willi Bute. Do të rrotulloheni tek Willi Bute dhe do të ktheheni. Nuk do të lejohet asnjë goditje, asnjë hile, asnjë përshtym, asnjë kafshim, asnjë kthesë e shkurtër, asnjë sharje, asnjë shpyrje, asnjë stërrot dhe asnjë llomotitje së koti. Shpejtësi, unë jam shpejtësi, lundroj si një Cadillac, fluturoj si një bimë. Mio amico Guido gjithmonë ka ndërruar të bëjë una makina të vërtet gara një pit stop. Gara është vetëm një giro, çuna. Uno giro. S'kam nevojë për ndihmë. Unë punoj solo mio. D'accordo, bëj si të duash. S'ka pit stopo. Comprendo? Va bene. Zotrinj!